Gjatë mëngjesit të së shtunës së 25 prillit, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia e tij zoti Bajram Begaj dhe zonja e parë, pasi kanë vizituar në Boston, Massachusetts, katedralen e Shënjërgjit dhe bibliotekën e Nolit, janë drejtuar qytetit të Ustrit për një takim me një grup bashkëdhetarësh në kishën Fitja e Shën Marisë dhe në bashkinë e qytetit. Vlen të theksohet se njoftimi për takimin ishte i shpejtë, çka do t'i bënte më mirë në një rast ndryshe pranisë se një numri më të madh të shqiptaro-amerikanëve që jetojnë dhe punojnë në këtë qytet, vendosur fillimisht që prej fundit të viteve 1800. Megjithatë, në mjediset e kishës, mirëseardhja e drejtuar nga Gregori Stefan, pasardhës i familjes së Breznisë së 5 dhe fëmijët e tij që përkasin Brezit 6, jetojnë afër si Tuste. Jemi 6 gjeneratët këtu në Amerika. Ambassador Gregori Stefan, ja? So kam qenë të ndrenon të ndërkush. So, please come on in and welcome. Si kalon? Gregori kaloi me njohjen disa prej bashkëdhetarëve pjesëmarrës, veprimtar, pensionist, student, pronar biznesesh dhe profesionist të fushave të ekonomisë, arsimit, kulturës, mjekësisë, artit e tjerë. Njohja e plot u bë jo vetëm për lidhjen e shqiptarëve me kishën, që prej fillimeve të emigracionit në Shtetet e Bashkuara, por edhe me valën e re të shqiptarëve të ardhur në vitet 90, me luftën në Kosovë në vitin 99, e mëtej në shekullin e ri, duke treguar se është krijuar një lidhje shëndosh me rrënjë shqiptare në qytetin e Ustrit, të cilat mund të sjellin përfitime të dyanshme. Pak vizita në Shtetet e Bashkuara ishte të bënte me një ftesë të pranuar nga ana ime në Universitetin e Texas A&M, ku duhet flisja për ëndrrën amerikane. Nëse është e arritshme akoma, sepse mbush këtë vit 250 vjet. Dhe ku më mirë se sa në Boston mund gjeja këtë ëndrrë amerikane të realizuar, tashmë të përmbushur nga ju që keni ardhur që nga 1900 apo më përpara edhe deri tani. Me breza të ndryshëm, unë këtu shoh kolegë të mirë, ka djemë të rinj të cilët kanë ëndra dhe i kanë arritur, kujt i shkonte mendja që në Ustër do të kishim një shqiptare kryetare bashkie për herë të parë në histori, apo të kishim një vend ku ne të kishim ushqimin shpirtëror. Kështu që unë ju falenderoj shumë për mikpritjen, për gjithçka që ju bëni këtu si komunitet, për të ruajtur vlerat e kombit, sepse vërtet keni gjetur një ande të dytë këtu, por kur nuk hoqet dorë nga adeu i të parëve tuaj, nga rrënjët e juve, duke trashëguar kulturën, traditat, veshjet, muzikën, dhe pasët djalin e ri me veshje kombëtare e shqiptare. Dhe shumë nga ju më përmendim që kanë ardhur nga trevat e zonës Korçës, kështu që është një kënaqësi e veçantë. Unë përveç se mirënjohjes dhe vlerësimit maksimal për ju, do t'ju them që Shqipëria sot nuk është më siç ka qenë, ka ndryshuar. Kemi bërë hapa të mëdha përpara, qoftë në transformimin e shoqërisë, në çdo sektor të mundshëm, qoftë edhe për sa i përket njohjes së Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Tani më nuk është Shqipëria si një njollë zezë, por është një vend i cili njihet për kontributin që ka, sidomos në politikën e jashtme dhe në kushtin e sigurisë, ku ajo është e linjëzuar me atë të Bashkimit Evropian, ku ne ndërrojmë dhe aspirojmë bëhemi antar në vitin 2030, por edhe me atë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ne kemi partner dhe aleat strategjik.
Mëtej në formën e një bashkëbisedimi u prekën tema të ndjeshme nga disa pjesëmarrës mbi çështjet e vlerësimit dhe të organizimit të diasporës pa e politizuar atë në SBA, rëndësia e ruajtjes së gjuhës shqipe, traditat kulturore bashkë me ato të besimit, shkëmbimi i vizitave përfshiktu dhe interesimin turistik, bashkëpunimi të rinjve të dalë nga shkollat dhe bizneset me vendlindjen e tyre apo të prindërve të tyre. Pasi zhvillimi ekonomik dhe arsimor i familjeve shqiptaro-amerikane, të emigruara veçanërisht ajo në vitet e tranzicionit, shërbejnë si ura të rëndësishme lidhje me përfitime të dyanshme në çdo fushë të jetës. Në një moment të bashkëbisedimit, veprimtari Frankis Druli theksoi se shteti shqiptar mund të ketë një afrim më vlerësues me diasporën dhe në rastin e mirënjohjes për punën dhe pasionin me shumë bashkëanëtar, ai propozoi dy raste siç janë ai i ikonografit kishës Fjetja Shënuaris, piktori Dimitri Çika, i cili zbukuroi arkitekturën e dy vëllezërve shqiptar inxhinierët Isak me ikonat dhe me shkrimin shqip në top. Ndërsa mëtej për artistin tjetër Dimitraj Demirin, i cili ka punuar për 2-3 dekada dhe vazhdon të punojë për mësimin dhe ruajtjen e valleve folklorike shqiptare në të rinj dhe të rejat shqiptaro-amerikan të Ustrit. Por pavarësisht kësaj, veprimtarët dhe organizatorët e ngjarjeve festive shpesh herë mblidhen në këtë qytet në takime dhe vlerësojnë me mirënjohje apo promovojnë vlerat dhe arritjet individuale të bashkëdhetarëve. Çka kjo mund të tërheqë më tej vëmendjen edhe Shqipërisë në rastin e ruajtjes dhe të forcimit të lidhjes mes vendlindjes dhe Amerikës si një ide i dytë i tyre. Afrimi i mbylljes së vizitës në mjediset e kishës hapi edhe një njohje të re me dëshmorës shqiptar-amerikan gjatë dy luftrave botërore të shekullit kaluar e më gjërë më pas në konfliktet e armatosura ku ata kanë marrë pjesë dhe nderohen për kontributet dhe trimërinë e tyre. World War II, Korean War, Albania. yes, everybody's Albanian. Wow. Në mjediset e jashtme, vizitorët u njohën me projektin e strehimit mbi 80 apartamente në Ilirian Garden, të ndërtuara që në vitet 90 të shekullit kaluar nga Bashkësia Shqiptare dhe qyteti, ku realizuan shtëpitë të moshuarve për prindërit e tyre e më gjërë për qytetarët të nevojë. I mirë informuar tashmë nga ky takim, si dhe me dëshirën për të vazhduar lidhjen, presidenti Begaj, i shoqëruar nga ambasadori Ervin Bushati dhe një pjesë të ftuarve, zhvilluan një takim me kryetarin e Bashkisë së Ustrit, Jozef Peti, dhe antar të Këshillit Bashkiak, ku shkëmbyen dhurata simbolike të ndërsjellta, si dhe njohja me historinë 300 vjeçare të qytetit, bashkësitë ndryshme etnike të spikatura, të cilat i japin jetë, lëvizje dhe zhvillim qytetit, ku prania e shqiptarëve është veçanërisht e ndjeshme gjatë 3 dekadave të fundit. Mbyllja e vizitës së shkurtër në Bashkinë e Ustrit dhe ajo me bashkëdhetarët shqiptaro-amerikan në kishën Fjetja Shënuaris shënojnë në histori dhe takimin e parë të një presidenti shqiptar në një bërtham patriotike dhe energjike të emigracionit shqiptar të vendosur në Shtetet e Bashkuara, e cila i ka dhënë dhe mund t'i japë më shumë Shqipërisë.